Fituesja e Big Brother VIP Albania Selin ka bërë një rrëfim të sinqert për marrëdhënien e saj me Gimbon, duke zbuluar se gjithçka ka qenë shumë pranë dështimit. E ftuar në një studio televizive, ajo pranoi se lidhja e tyre ka kaluar momente shumë të vështira, madje në fije të perit. Marrëdhënia ime me Gimbon ka qenë në fije të perit. Mos të ndodhte kurrë, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se gjithçka mund të kishte marrë një tjetër drejtim. Selin theksoi se shqetësimi i saj më i madh nuk ishte vetëm lidhja në vetvete, por edhe reagimi i familjes. Kisha hallin e familjes, se nuk e dija çfarë mendonte familja, shtoi ajo, duke treguar se presioni i shtëpisë ka ndikuar shumë në vendimet e saj. Megjithatë, ajo la të kuptohet se pavarësisht dyshimeve dhe vështirësive, ndjenjat për Gimbon kanë qenë të forta, duke mbajtur gjallë marrëdhënien edhe pas daljes nga shtëpia. Rrëfimi i saj ka marrë me një vëmendje në rrjet, ku fansat po komentojnë mbi të ardhmen e çiftit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.